Moti keq godet Greqinë. Meteorologët paralajmërojnë për 72 orë të ardhshme stuhi dhe përmbytje në të gjithë vendin. Rajoni i Ballkanit përfshir Greqinë dhe zonat përreth saj pritet të ndikohet nga një valë fuqishme moti të keq që nis nga orët e para të sejntes dhe do të zgjas deri të shtunën. Meteorologët flasin për rreshje intensive, stuhi të forta dhe errëra shumë të fuqishme që mund të shkaktojnë probleme të shumta në infrastrukturë. Meteorologët paralajmërojnë për një mot të keq me karakter mbarkombëtar në Greqi me stuhi dhe rreshje të pandërprera për 72 orë. Ata theksojnë se zona si Pilion, Valos, Larisa dhe Pieria mund të përjetojnë sasi ekstreme shiu, ndërsa Atika mbetet e ndjeshme për shkak të kapaciteteve të kufizuara të drenazhimit urban. Sinoptikanët shpjegojnë se një sistem i fuqishëm me presion të ulët po shkakton përkeqësimin e motit. Ata paralajmërojnë për erëra 7 deri 8 ball dhe lokalisht 9 ball, kryesisht në det dhe zonat bregdetare.